Salla e Këshillit Bashkiak ka mbetur sërish bosh. Edhe pse data shënon 3 tetor dhe të djathtët kishin thirrur një mbledhje, kjo nuk është zhvilluar për shkak të rendit të ditës. Përfaqësuesit e majt nuk kanë marrë pjesë në këtë mbledhje për shkak se rendi i ditës pika 2 e saj parashikon zgjedhjen e kryetarit të ri të Këshillit, që sipas së majtës është zgjedhur në datën 3 maj. Antarët e djathtë bashkë me kryebashkiakun Lulzim Basha kanë pritur për disa minuta që të organizonin mbledhjen, nga e cila mund të kishte rilindur marrëveshja e humbur mes palëve pas 1 prillit kur ndryshuan balancat në Këshill me kalimin e LSI me Partinë Socialiste. Kjo nuk ka ndodhur duke shtyrë në kalendat greke një mbledhje që nuk është zhvilluar prej 5 muajsh. Por ndërsa antarët e Partisë Socialiste dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë bojkotuar mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ata janë mbledhur në një tjetër ambient me banorë që do të prekën nga shpronësimet për bulevardin e ri. Aldrin Dalipi ka folur si kryetari i Këshillit në këtë mbledhje informale, duke marrë përsipër dhe zgjidhjen e problemeve të banorëve. Këta të fundit ishin mbledhur edhe para bashkisë, ndërsa kanë biseduar dhe me kryetarin Lulzim Basha. Nuk di që ka pasur mbledhje Këshillit Bashkiak. Zoti Dalipi ka sqaruar se nuk kishte dieni për mbledhjen që në rend të ditës kishte zgjedhjen e kryetarit të ri të Këshillit. Sipas këshilltarëve të Partisë Socialiste dhe LSI, kryetari është zgjedhur në 3 maj, çka praktikisht sipas tyre e bën nul çdo veprim të mëvonshëm të demokratëve. Aldrin Dalipi thekson se Këshilli nuk po funksionon. Ka shumë nevojë për komunikim, ka shumë nevojë për dialog dhe ne nxisim dialogun dhe komunikimin midis institucioneve, Këshillit Bashkiak dhe institucioneve që kanë lidhje me të. Në të gjitha pretendimet e palëve, fakti është se ligji është shkelur me të dyja këmbët. Ligji për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor parashikon vetë shpërndarje të parlamentit lokal në rast se ai nuk mlidhet për 3 muaj radhasi, duke i çuar kryeqytetasit drejt zgjedhjeve. Në 5 muaj ky ligj nuk është respektuar nga palët, por kjo nuk është hera e parë. Rast paralel është në Durrës ku prej 8 muajsh ka bojkot të Këshillit Bashkiak, apo dhe më herët 2 vjet Këshilli paralizuar në Tiranë kur bashkia drejtohej nga Edi Rama. Në këto kushte demokratët kanë tentuar të gjejnë paqe, pasi këto zgjedhje nuk do t'i favorizonin për shkak të një ndryshimi të mundshëm të balancave numerike.